I nderuari kryetar I komunës së Çajirit, zotri Visar Ganiu, të nderuar antar të Këshillit Komunal të Çajirit, e nderuara zonja Fitore Shahini, Mbesa e Bassadem, I nderuari kryetari komunës Tetovës dhe kryetari Lëvizjes Besa, zotri Bilal Kasami, I nderuar kryetari Partisë Alternativa, zotri Afrim Gashi, I nderuar kryetar I Lëvizjes Demokratike, zotri Izet Megjiti, I nderuar zëvendës shef I misionit Kosovës në Republikën e Maqedonisë Veriut, zotri Prindon Sadriu, I nderuari ish deputet dhe luftëtar I paepur I çështjes kombëtare Hysni Shaqiri, të nderuar deputet të Kuvendit Maqedonisë Veriut, të nderuar qytetar, motra dhe vëllezër, zonja dhe zotri, nga Çajiri dhe gjithë Shkupi, rreth 2 javë më parë, me 26 korrik, e kishim përvjetorin e 5 të vdekjes së Adem Demaçit, kurse sot me 11 gusht po e përurojmë një rrugë me emrin e tij, rruga Adem Demaçi në komunën e Çajirit. Në Kosovë ka disa rrugë që mbajnë emrin Adem Demaçi, por emërtimi I një rruge me emrin Adem Demaçi këtu në komunën e Çajirit në Maqedoninë e Veriut e ka një rëndësi të veçantë. Kjo sepse emërtimi I një rruge nuk është thjesht evidentim I një hapësire të lëvizjes, por edhe shenjim I një kohe me një emër. Atëherë, cila është kjo kohë dhe cila është ky emër, që nga sot e tutje do ta shenjoj këtë rrugë. Është koha kur gjatë gjysmës së dytë të shekullit kaluar, shqiptarët në ish Jugosllavi ishin komuniteti etnik më I shtypur dhe më I diskriminuar në Evropën e pas luftës së dytë botërore. Atë periudhë shqiptarët si në Kosovë, ashtu edhe këtu në Maqedoninë të Veriut, në Maltëzien, Lugin Preshevës, e jetuan regjimin diktatorial të Jugosllavisë njësoj, mes përndjekjesh politike dhe burgjesh, shpërnguljeve e emigrimeve, mes dëbimeve nga puna e mbylljeve të shkollave, nën përfaqësimit politik dhe pabarazive sociale, me liri të cunguara kombëtare e qytetare dhe të drejta të shkelura të njeriut. Dhe me që është koha që I prodhon njerëzit, ajo kohë e shtypjes së shqiptarëve në Jugosllavi, mes shqiptarëve e prodhoi një simbol të lirisë, basin Adem Demaçi. Gazetari dhe intelektuali, shkrimtari dhe veprimtari Adem Demaçi, me shkrimet dhe me aktivitetin e tij publik dhe të fshehtë që I kushtuan plot 28 vitet kaluara në përburgje, u bë simbol I rezistencës së paepur ndaj shtypjes e shfrytëzimit dhe I përpjekjes së pandalshme për liri të shqiptarëve në ish Jugosllavi. Andaj emri Adem Demaçi, përtej emër personi, ishte edhe emër figure, ishte parull më vete, teksa brohoritej roft Adem Demaçi në demonstratat e vitit 1968, të vitit 1981 dhe në demonstratat e vitit 1989. Të nderuar pjesëmarrës, nëse do të ishim në Shkup plot 60 vite më parë, do të shihnim banorët e Shkupit duke u munduar të pastrojnë rrënojat dhe të sanojnë dëmet e shkaktuara nga tërmeti I 26 korrikut të vitit 1963. E aso kohe, me 22 gusht 1963, Shkupin e goditur nga tërmeti kishin ardhur ta vizitonin së bashku 2 lider diktator. Josip Broz Tito I ish Jugosllavisë dhe Nikita Hrushqevi I ish Bashkimit Sovjetik. Në kuadër të përgatitjeve për vizitën e tyre, me frikën se ajo do të mund prishej, autoritetet jugoslave të kohës, aparati shtetëror represiv, I së cilës udhëhiqej nga Aleksandar Ankoviqi, ishin kujdesur që paraprakisht ta burgosnin Adem Demaçi. Shtypësit dhe mohuesit e lirisë nuk mund të parakalonin lirshëm
në një vend ku liria kishte për sinonim edhe një emër të përveçëm njeriut, emrin e Adem Demaçit. 60 vite më pas, në Maqedoni, ka ende rrugë dhe shkolla me emrin Josip Broz Tito. Andaj emërtimi një rrugë me emrin Adem Demaçi është edhe një akt këmbgulje në përpjekjen e pafundme të një populli për liri. Nga përvoja ime e bashkëpunimit me Basën Adem, e di që figura më e dashur, kombëtare dhe politike e shekullit 20 për të ishte Hasan Prishtina. Sot, teksa kujtojmë Adem Demaçin dhe shënojmë me emrin e tij rrugën, natyrshëm kujtojmë Hasan Prishtinën, i cili nesër, por 111 vite më parë, erdhi dhe çliroi Shkupin bashkë me Barem Currin e Isa Boletinin, kurse pas nesër, por 90 vjet më parë, u vra mizërisht në Selanik. Zonja e Zotri, motra e vëllezër, sa herë që një rrugë, një shesh a një shkollë emërtohet me emrin e një personi që ka ndruar jetë, natyrshëm të vjen të pyesës se çfarë do të mendonte për këtë ai person po të ishte gjallë. Kjo është gati e pamundur ta dish, por ajo çfarë mund të thuhet me bindje është se duke emërtuar këtë rrugë, këtu në Çajër, në Shkup, me emrin Adem Demaçi, po shënjohet një triumf i lirisë në kuptimet e saj më të kulluara politike, historike dhe njerëzore. Ju faleminderit.